Vjojmë transmetimin e drejt për drejt, zonja dhe zotrinj. Minutat në vazhdim me të ftuarin e sotëm është Lefter Maliqi, ish deputet. Do të flasim për aratisjen nga Spitali Durrës, po jo vetëm, edhe për denoncimet që Maliqi ka bërë sa i takon përmbytjeve në Berat dhe jo vetëm. Mirë se vjen. Shëndet e kënaqësi. Maliqi, përpos ish deputet edhe ish drejtor i zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, kështu që keni dieni dhe informacion sa i takon protokolleve që duhet ndiqen kur shoqërohet një i dënuar në institucionet e shëndetësisë. Dhe diçka tjetër që bën shumë përshtypje, mbetemi ndër të paktat vende që s'kemi spitale në burgje, që dënuarit do duhen ende të vijojnë të marrin shërbime, qoftë edhe minimale në qendra publike shëndetësore. Tani, në radhë të parë për aratisjen të paraburgosurit, nën hetim për një krim të rënd, vrasje me pagesë në bazë të operacionit Krepjar që është bërë 5 apo 6 vite më parë. Du t'ju them që si ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, me qenë se njoh gjithë sistemin për shkak të funksionit edhe të varësisë që kisha, në rastin konkret e shkelur komplet protokolli i sigurisë, duke filluar që nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, IEVP-ja paraburgimi i Durrësit e deri tek forcat operacionale apo njoftimi me policinë e shtetit. Kur këtu është një tim dhe një krimi organizuar, për mua, siç ishte edhe krimi organizuar dhe hende i pazbuluar i vrasjes në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, ku fut një armë, dhe duhet ju them që në raste të tilla, hetimi fillon për këtë të paraburgosur që ku ka qenë këto 6 vjet dhe sa kohë ka që ka vajtur te IEVP-ja e Durrësit. Pra nëse ka pak kohë që ka ikur nga një paraburgim në një paraburgim tjetër, se ky është me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ky mund të ishte te 313, ku ka siguri dhe më të lartë. Mund të ishte te burgje të tjera 302 me radhë. Dhe këtu është një krim i organizuar dhe mirë ata policë që gjithnjë quhen fajtor, sepse shoqërimi në raste të tilla kryhet në këtë rregull protokollar. E para njerë i paraburgosuri shfaq shqetësimet, mjekja e IEVP-s Durrësit apo infermiera e IEVP-s Durrësit bashkë me komisionin bëjnë shkresën përcjellse nëse ka pas vërtet sëmundje të tilla për kurim në spitalin infektiv të Durrësit dhe njoftojnë me njerë drejtorinë e përgjithshme të policisë së burgjeve. Drejtoria e përgjithshme të burgjeve dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka përgjegjësi shëndetësie për gjithë burgjet, pra ka një sektor më vete për shëndetësinë, bashkë me drejtorinë e policisë burgjeve, përgatisin relacionin, se nuk bëhet fjala për IEVP-n e Durrësit, por për të gjithë IEVP-t e Shqipërisë kur kanë shoqërime nëpër spitale, dhe firmoset nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili urdhëron me shkresë përcjellse në rastin konkret dhe njoftimin e policisë shtetit, sepse personi ka rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ajo që ta bit me këtë qeveri të inkriminuar me një pasiguri totale jo vetëm në burgje, por dhe në rrugë dhe kudo, është se si guxojnë këta, me fjalë, të bëjnë një sken të tillë të ftohtë, me gjaftësi, aratisje të një personi me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Që do të thotë dhe kriminale? Që do të thotë, në asnjë mënyrë kur një person ka rrezikshmëri të tillë kriminale, kur shkuhet për vizitë në spital, ne kemi pas raste të tilla, dhe të Dajtit, dhe të Ervis Martinat, të gjitha me radhë, dhe shoqëron me forcat operacionale që janë të DAP-it dhe në mbikëqyrjen e policisë shtetit. Pra forcat janë të shumta. Pra sipas komunikimit nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, burgu Durrës nuk e ka njoftuar policinë. Është faji i drejtorisë përgjithshme të burgjeve, e cila urdhëron drejtorinë e burgut të Durrësit dhe bëhet informacion. Pa dieninë e drejtorit të policisë burgjeve nuk bëhet asnjë lëvizje në gjithë IEVP-t pra nuk e e ka Shqipërisë. tagrin. Pra ky është një krim i organizuar, për mua duhet një hetim i mirëfillt. E para njerë. Ne jemi në një sistem me mbikëqyrje. Për shembull marrim IEVP-n e Durrësit. Para një jave u përmbyt. Po. Vati Llaman çka ka ai,
vajti me çizme për show. Në raste të tilla kur ti u mbyt kati parë, kur u mbyt në kat parë ç'është kjo show, se këta janë mësuar me show, siç bën edhe për fatkeqësitë e fundit, me show, me veshje, me varg shpëtimi, i shuan ca mistra banorëve fatkeq në jug të Shqipërisë. Tani, në rastin konkret, çfarë masa sigurie u morën? Duhet të marr masa të mëdha sigurie me përmbytjen. Tani, këtu qëndron problemi. Biseda telefonike që janë në mbikëqyrjen e sallës operative qendrore, drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe drejtorisë atije. Se biseda telefonike të këtij paraburgosi, se ky e ka ditur vendin, makinën, mënyrën se si do të vepronte me radhë. Pra ka qenë një shumë mirë organizuar. Por ku në Shqipëri banditë oligarkë emërojnë drejtora burgjesh, nëndrejtora burgjesh, shefa policie, drejtora policie, gjitha me radhë, kjo do ndodhin. Pra, në atë dhënat që ne kemi, drejtori i burgut është emëruar në Ergjys Agasi, zëvendës drejtori i burgut është miku Ergjys Agasi. Madje nuk e di a është konfirmuar apo jo, po lexoja që njëri nga zinxhiri komandues është edhe i afërm i... Po sepse është nëndrejtori, është vllai i personit në kërkim që vodhi verat tek Ergjys Agasi, pra këta janë të lidhur. Këtu është krimi që emëron, atë që tha dhe zoti Ahmetaj, që janë 14 banditë oligarkë që emërojnë në gjithë Shqipërinë, në gjithë zinxhirin, policinë e shtetit, në burgjet, në deputet, kryetar bashkie, drejtues institucionesh e gjitha me radhë. Dhe në rastin konkret është e pamundur që një person i paraburgosur me rrezikshmëri të madhe shoqërore të shoqërohet me fjalë vetëm me trapolicë. Do të jetë edhe me zinxhira në këmbë, edhe me pranga në duar. Edhe kur vete në spital, i hiqet pranga kur vizitohet, por vendoset në kokën e kravatit pranga në mënyrë që mos të lëvizin. Edhe kur shoqërohet për në tualet, që do të vinte në tualet, shoqërohet bashkë me 3-4 policë edhe të dera e tualetit dhe nga mbas tualetit përsëri do të ketë polici. Po këta s'ka njoftuar as policinë e shtetit, asgjë. Dhe tani fat keq janë ata 3 policë. Pra, këtu kemi një pafësi që për mua është i minimizuar pafësia, sepse janë vetëm 3 policë që duhet ishin forcat operacionale dhe forcat e policisë shtetit. Kemi neglizhencë totale, sepse ka qenë të mirë paguar e me radhë. Kemi dhe një krim të organizuar bashkëpunim drejtori përgjithshme i IVP Durrësit dhe krimin jashtë. Sepse dhe personi që e priti me makinë luksoze, edhe ai është kriminal. Sepse dhe ai para se të vinte me makinë ati e ka ditur të gjithë skenarin. Pra për mos thënë që mund të jetë ai i paguesi, se si do e priste dhe që nuk ishte as policia. Maliqi, edhe pas aratisjes kanë patur pamundësi këta të njoftojnë policinë për ta ndjekur, për ta kapur. Thuhet që ka ardhur në Tiranë, po... Sepse këta e kanë njoftuar policinë mbas 10 minutash, ndjekje, ka njoftuar burgun, se ka qenë mirë organizuar. Pra unë kam thënë dhe them që po të doj policia, shteti e kap lepër me qerra. Po këtu është mirë organizuar çdo gjë. Pra na brenda burgut, jashtë burgut, çfarë krimesh ndodhin. Na brenda burgut, imagjino çfarë vrasje u bën në Rinas. Spektakolar. Cënohet siguria kombëtare në aeroportin e sigurisë së lartë. Pra imagjino çfarë ndodh në Shqipëri. Shqipëria është bërë njësh krimi, sepse koka e krimit është vetë Rama. Koka e krimit është vetë ai që cili e ka lidhur të gjithë sistemin të tillë. Se mos jetë ai koka e krimit, pse nuk vjen një ministër? Thoj ministri i drejtësisë do vish në përballje me një deputet të Partisë Demokratike ose me Lefter Maliqin. Thoj një drejtori i përgjithshëm të burgjeve të vinë në debat televiziv. Thoj një deputet të Partisë Socialiste i ka dhënë urdhëre se ai ka vendosur kukulla të lidhura me krimin, të cilët nuk kanë se çfarë thon. Janë mbytur në skandale, në krim, në korrupsion. Kjo është e vërteta e shqiptarëve. Dhe vetëm rrugë jona është që kjo pemë e krimit të rrëzohet. Mbas 24 të ketë një vendim absolut për të rrëzuar këtë krim të organizuar, këtë kokë të krimit në mënyrë që të ketë qeveri për protesta sigurisht. Pra, edhe një herë ta dinë shqiptarët, duhet një hetim i mirëfillt për mua do të jetojë spaku, se ky është një krim i organizuar dhe lidhen segmente politike, të emëruar nga politika, drejtor burgu, drejtor përgjithshëm, drejtor policie, të gjitha me radhë. Pra, duhen bllokuar të gjithë celularët e këtij zinxhirit komandues se çfarë është bërë dhe duhet një punë mirëfillte e policisë shtetit për kapjen dhe për zbardhjen e së vërtetës. Por këtu nuk ka. Këtu dhe policia ka dalë, edhe policia e shtetit është jashtë funksionit të saj. Detyra e policisë shtetit është paradalimi, goditja e veprimtarisë kriminale, vendosja e rendit dhe sigurisë, por policia e shtetit tani përveç atyre 67% që janë për rrogën e tyre dhe marrin detyra të ndryshme, të tjerët janë kthyer në patruzhanistë dhe në urdhra politik, se janë njerëz të emëruar nga krimi. Edhe policia vepron vetëm me urdhë drejtorit policisë, shefat e komisariatit të emëruar nga bandat oligarkët që drejtojnë qarqet e Shqipërisë të lidhur me Ramën. Prandaj jemi në këtë situatë.
do shikojnë spektakël, do dëgjojnë spektakël, rrofshin mediat, rrof pushteti 4, i cili denoncon në kohë reale krime të tilla, arratisje të tilla, ngjarje të rënda të tilla, fatkeqësi kudo në Shqipëri, vetëm media është ajo që po punon. Asnjë tjetër. Dhe deri diku ka filluar pak spaku këto kohët e fundit, se nuk ka asnjë institucion. Janë të gjitha të kapura. Besoj dhe shpresoj që reagimi keni lajme të reja nga spaku, meqense thatë ka kam lajme të reja, na keni dhe ju çështjet tuaja. Unë do të jem këto 2-3 ditë në spak, për shkak se kam bërë disa kallëzime për Ajdarin e famshëm, të inkriminuar, nën akuzë, i dënuar, i paft, miku i oligarkut Sajlarit, të cilit edhe Sajlarit BK-ja para 4 ditësh që kanë sekuestruar kompjutra, pajisje, dosje, të shumta, ka të dhëna që kanë dëruar dhe celularin Sajlari kohët e fundit, që do thotë që këta janë oligarkët që emërojnë kryetar bashkie, çojnë deputet, çojnë drejtuesa policie në për qarqe të ndryshme, prandaj ka ikur truri shqiptarëve se del një me 8 klasë dhe bëhet super miliardier, del një kriminal dhe ka terminale apo ka resorte të gjitha me radhë, truri largohet dhe jam aty. Besoj që spaku tani ka filluar kohët e fundit të veproj, duke filluar që me rastin e Ballukut, por Balluku është rama, se lekët ato miliona të unazës së re, të tunelit i cili po pikon tani, sipas të dhënave s'ka vendosur asekur në beton, ato i ka marrë rama dhe ajo ka thënë hapur. Në qoftë se Ameta shpëtoi iku dhe të gjitha akuzat i po dalin, kjo i ka thënë që unë ka marrë, po ti ke marrë pjesë më të madhe. Edhe unë vesh dhe pantallonat. Pra, na 7 orë kërcënimi, na 3 orën e parë, gjitha me radhë. Dhe ai e mbron atë sepse është ai me fjalë koka e krimit të organizuar në Shqipëri dhe të gjithë e dim që ai përçau opozitën me lekët e drogës, futi Tahirin në burg e keq përdori, me milionat e PPP-ve që ka bërë 1 cm barabart me 1 cm flori, me gjitha paratë e pista të trafikut të organizuar dhe të drogës tjera Moduro i dytë, me fjalë ai arriti që të çau opozitën, futi në arrest politik Sali Berishën 1 vit, i mori dhe vulën, e la atje pa prova. Meta ndërkohë është akoma në burg. Po kështu dhe Hilir Metën, i cili ka kaluar gjitha afatet e paraburgimit, e pam arrestimin banditesk spektakolar që ata i bën dhe po i shkelen të drejtat e njeriu tani edhe në paraburgim, sepse ky njeri në bashkëpunim me krimin do të mbijetoj. Krimi nuk e lë këtë që të lëshoj pushtetin, krimi nuk e lë këtë me fjalë që të largohet në postin që ka. Prandaj ne dhe opozita detyrën e ka që të shëmin krimin bashkë me këtë kryeministër mafioz. Se e di që e keni shumë për zemër, prandaj dhe keni qenë mjaft aktiv në denoncime publike për përmbytjet në Berat, në Kuçov. Si është situata, Maliqi? Tani, do të kuptojmë që për shembull unë kam qenë në Goriçan të Dimalit, pastaj kam qenë të gjitha zonat e përmbytur të Kuçovës, në Frashë, Salç Kozare, Feras, edhe në pjesë të Kozares, Ferm Partizani, Tapi, rreth Tapi, kur janë 100 hektar tokë të përmbytura me jo vetëm me bimë bujqësore, por edhe agrume, por edhe kafsh, edhe shpend, edhe banesa, 20 banesa vetëm në një fshat në Salç Kozare, ku edhe sot isha atje dhe vazhdojnë të jenë të përmbytura. Pra përveç fatkeqësisë natyrore që ne kërkuam shpalljen e emergjencës, por kjo qeveri nuk ka lek, kjo s'ka lek për pensionistët, jo të ketë lek për familjet e përmbytura dhe në nevojë, sepse kjo qeveri ka lek për oligarkët, bandat, trafiqet, për të blerë me gonigale, për të blerë ndërkombëtar, për të përçarë opozitën e Si është operuar me banorët e përmbytur? Dhe në rastin konkret, me fjalë përveç fatkeqësisë natyrore, hapja e digave, pra që unë kam qenë drejtues vendor para se të jem ish deputet apo kështu, po kam qenë kryetar i njësisë vendore më të madhe të qarkut Beratit, dhe di shumë mirë që detyra e drejtuesve vendore është të ketë mjete për emergjencën civile dhe të kenë hapur të gjitha kanalet, të i kenë pastruar kanalet kulluese. Kanalet kulluese ishin pa pastruar, pavarësisht dhe hapja e digave nuk Kur keni qenë ju drejtuesi janë unë kam qenë në rregull, po shumë, sepse nuk është për mburrje, unë jam real, sepse gabimi i madh im politik është që lash komunën atëherë dhe vajta në parlament, duhet ishte aty drejtues vendor, nuk duhet të kishte lënë mandatin në gjysmë, pati dhe atëherë shira dhe spata probleme, sepse krijoja të gjitha detyrat, krijoja për herë parë drejtori shërbimi, për herë parë në histori, në 2007-ën, pra nuk është kaq e pamundur të themi që të merren masa parandaluese. Këta edhe kur u hap diga e banjës, po kjo është. Pra e para njëherë duhet të kishin hapur që të ishin në minimum përmbytjet, kanalet kulluese të cilat ishin. Tani çfarë ndodh? Doli ky palloshi i Ballukut dhe tha që këto ndodhen, thot, sepse thot
qytetarët edhin, thot, plerat në për kanale, thot, edhe prandaj ndodhë, thot. Tani unë po ju them ju, dije, bëra një denoncim, isha te landfilli i Kuçovës, në ferën Partizani, plera Dynjaje, afër banesave, që do t'jetë të paktën 10-20 km larg, dhe i mori lumi plerat, i ka shpërndar në për toka bujësore, ndërkohë që Kuçova ka edhe naftë dhe pusët e naftës. Pra dhe nafta është shpërndar me fjalë në të gjithë Kuçovën. Kjo është papërgjegjshmëria e drejtuesve vendor. Viola Grin e ka dëgjuar të famshëm, 1 miliard e 700 milion ka tedrin Kuçovë. Ka dhe në Cërrik, ka dhe në Rogozhina, ku di unë Peqin ku ka, edhe imagjino tendra korruptiv dhe çfarë ndodh me plerat në Kuçovë dhe në këto të tjerat. Pra, këtu kemi një vjedhje dhe është kthyer në sistem korrupsioni dhe këta nuk kanë as frikë, as në spaku, as në drejtësia, me fjalë edhe këtu ka pas drejtësi selektive e gjitha me radhë. Kështu që unë mendoj dhe zëri im është që këta të dësh problem, pa është përmbytja e dytë që ka ndodhur brenda një muaje, pa është përmbytja, po themin edhe 10 pati përmbytje tapia, rrethapia të tjera dhe nuk kanë marrë asnjë dëm. Pra nuk janë kompensuar asnjëherë. Pra tallen, bëjnë disa pyetje. Prandaj nuk shpallet gjendja e nuk shpallet sepse lekët ky i ka vetëm për ndërkombëtarët. Lekët ky ka për lobindje. E shtoi fondin dje për emergjenca civile. Ky ka e shton për show, se ky ka një lloj frike tani, se mund të ketë me urdhër nga ndërkombëtarët, sepse edhe SPAKu drejtohet tani në SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, mund të ketë një urdhër për qeveri teknike dhe ky po përgatitet me fjalë që për zgjedhje dhe kërkon me çdo kush të fitoj prapë dhe po bën lehtësira. Do bëj amnistia në burgje, po thot do rrispeksione, do rrispagat, me fjalë tani ka filluar të hiqet si dashamir si madh, siç bën gjithnjë në për zgjedhje, sepse nuk ka më kthim tani dhe opozita nuk ka rrugë tjetër. Nëse opozita po ja po ta them unë, nëse opozita në datë 24 do vej me drita ndezur, do të gjën ca fjalime të bukura atje, edhe do ikin, atëre për mua me fjalë nuk ka rrugë tjetër për opozitën. Ka dhe një revoltë brendshme, ne nuk po themi do të djekim Shqipërinë, do shkatërrojmë Shqipërinë. Unë i bëj thirrje edhe policisë shtetit. Ne dhe për policinë po vëmë atje. Jo, vetëm diçka nuk kuptohet qartë, Maliqi, dhe më lejoni t'ju pyes juve si pjesë e opozitës. Edhe nuk ka zgjedhje me Ramën, edhe pushtetin nuk e marrim me dhunë, edhe nuk jemi të dhunshëm, edhe do zbresin forca Delta në bulevard për Ramën, pra ka një narrativ e para njerë forca Delta që s'kuptohet qartë nga qytetarët. E para njerë forca Delta për Ramën s'kam pse zbresin, se këtu vetëm një të vi në Amerika, të vi me makinë, me i makinë thjesht. Të vi ati thotë Ramës do vish me mua, do iki Rama, se s'ka nevoj këtu në Shqipëri për forca Delta. Jo, forca Delta opozitare, qytetarëve. Kurse revolta opozitare duhet jetë. Revolta opozitare duhet ketë qëndrueshmëri, qëndres, orë të zgjatura, pse jo çadër, rrethimi kryeministrisë, pra duhet ketë grevurie, duhet ketë gjitha, sepse nëse mbas datës 24 ka pasaj do presim 24 tjetër, atë presim në vendimin, se ndryshe pasaj nuk ka shans opozita me. Ne erdhëm edhe një vit jemi zgjedhje. Është opozita edhe në analizë, se dhe unë kam qenë dhe kritik. Për shumë, për listat e mbyllura është një skandal i vërtet. Tani, Sali Berishën, të gjithë duhet t'i theme dhe ja kanë thënë, Sali Berisha punon të vetë, donë të fitoren. Sali Berisha vinte na mjezi në takim në Selanik, zbriste në Korç, vinte në Elbasan, vinte në Kuçovë, takim Durrës, pastaj vinte në Tiranë. Kurse këta deputetë e listave të mbyllura, pjesë më e madhe, fusin dorën në xhep, për mos thonë që përfituan, futën për çarje, pavarësisht masakës elektorale që unë nuk heqja si presje, por dhe kjo ndodhi. Por dhe këta tani, këta mirë që kanë fituar, po këta nuk vlerësojnë as njerëzit e punës. Unë për shembull që do konkurroj në Kuçovë, ku më rrihet mua, ku mund të bëj dot luftë brenda llojit unë, mua më duhet edhe një gjysmë vote i demokratit, pavarësisht aty 25% KPD-ja, apo 7%, 8% KPL. Pra jemi të detyruar. Jemi detyruar. Reagimi opozitar, aksioni opozitar 24 janari me çfarë di unë, jo vetëm na mbledhjet që ka bërë zoti Berisha takimet, por edhe na informimet që kemi edhe të forcat tjera politike, kësaj radhe ka një organizim më të madh. Edhe ne vetë, edhe unë si drejtues politik i Partisë Lirisë Qarkun e Beradit, me fjalë, po bëj riorganizimin tim për datë 24, se do të riorganizim. Do të jetë këtë ndryshe, se nëse nuk është ndryshe pasaj, mos ta thrisim për studio. Nëse do vim ne do ndezim vetëm dritat aty sa shumë jemi, është kot. Pra ne do të jemi me një plan. Unë mendoj që zoti Berisha, kryesia e Partisë Demokratike si partia më e madhe opozitare që udhëheq vagonat, do marrin vendime. Vendimet mund të jenë për qëndrueshmëri.
mund të jetë për çadra, mund të jetë për grevurie, mund të jetë për skenare, për shkallëzim, sepse ndryshe s'ka kuptim. Dhe për shkallëzimi do të jetë në gjithë Shqipërinë. Do të jetë me urdhër. Në gjithë Shqipërinë çdo bashki të ngrihen. Dhe tani të ishin ngritur në çdo bashki. Por unë kam thënë dhe them që Partia Demokratike ka nevojë dhe për frym. Pra nuk do të punojë vetëm Berisha, ka nevojë dhe për riorganizim, pavarësisht se tani po bëhet analiza. Se ka nevojë për ndryshim, duam apo s'duam ne. Nëse Lefter Maliki është drejtues politik dhe nuk fiton, do t'japi dorëheqje, por ne nuk njohim ak dorëheqje, se kjo është e keqja. Nuk jep dorëheqje ministri, nuk jep kryeministri, nuk japi drejtorët e përgjithshëm, bën krime, nuk japi dorëheqje. Po edhe ne politikanët, ne humbim atje. Pra, kur ti merr një drejtim politik dhe thua, un po ikin qarkun e Berati, po do marr 3 mandate. Nëse ti nuk i merr to 3 mandate, pse nuk jep dorëheqje? Kush e ka fajin që si morë ti? Mirë masakra elektorale, po kjo tjetra. Po ky pallosh i gjatë kur i thot atij dua 5 mandate ose dua kaq, ndryshe ikën. Siç i thoshte Bashkinë e Kuçovës të fuz 2 metro pashit ta Çuçit, se si ja merrti me krim pa krim, tha do t'i marrësh Bashkinë Kuçovë ku ne ishim pa vul, pa komisioner. Atëherë pse këta markan mandatet me të gjitha format, ne nuk i marrim, pse ti marrësh ti? Me duan xhepa? Pse Lefter Maliki ngrihesh 3 ditë e fundit? Krijova grupe në të gjithë Bashkinë Kuçovë dhe çosha në 2 të natës, 3 natës përballësha me operacionalen, me policinë e Çuçit. Shefa komisariatesh, drejtor policie operacionale që u fut në burg, ish shefa komisariatet aty bandit, po ikja vetun. Nëse nuk ikja unë të mbështesja qytetarët e mi që i vinte policia atje, këta të mi të vinin se kapin të tjerë duke ndarë ndihma, fiknin dritat të përfshatrat, po mos vija unë, çka guximi do t'i jepja unë atyre? Kurse disa deputet Partisë Demokratike dorën xhepa, dhe bëjnë tani, iqen para Berishës, sikur kanë një mbështetje të madhe, gënjen, servila. Nuk është ajo e vërteta. I them unë Sali Berisha, hajde që nesër ti, ta mbushën aty Kuçovën po det me njerëz. Ta mbushën Lapardhan dhe Beratin det me njerëz. Sepse të do populli kur i thjesht. Me 24 janar do e mbushni det me njerëz Maliqi. Do mbushë se s'ka rrugë tjetër. Qartë. Nuk ka rrugë tjetër sepse ky vend është i inkriminuar. Si e motivon një qytetar për të qenë pjesë integrale e atij detit me njerëz 24 janar, pyetja e fundit Maliqi. Ja, pyetja e fundit është kjo, që shumë njerëz janë skeptik për opozitën, për problemet e brendshme të opozitës, dhe kjo është një propagandë e bërë nga rilindja e krimit, e cila s'ka lidhje. Propagandë nuk është se sa po nënvizuat ju disa problematika. Sigurisht që ka dhe këto probleme, pra porosia ime është që duhet të vinë të gjithë, sepse ne duam një qeveri teknike dhe zgjidhje të lira. Po kryohet qeveria teknike, edhe kodi zgjedhor do të ndryshojë sepse do të ndryjë dhe faktori ndërkombëtar dhe vendi do të kalojë pa Edi Ramën, kryeministri do të kalojë në zgjedhje. Kjo është shansi i fundit për opozitën, për socialistët e ndeshëm të zhgënjur, për gjithë shqiptarët. Se ndryshe këtë vend e mori lumi, po ikin të gjithë, e keni dëgjuar ju dhe në lesh dijet e Berisha, folën disa pensionistë, e tha unë jam i riu, tha, në shtëpi. 7 vjeç e tha, unë jam i riu, dhe po të vesh ndina zonat e mia Berat e Kuçovë, ke vetëm pensionistë, ka ikur rinia, edhe ata pensionistë nuk, ato pak prodhime bujqësore që kanë nuk gjejnë punëtor. Imagjino se si është shkollat e mbyllur, qendrat shtetësore janë skandal, shëndetësia është për turpe faqezez, i çojnë për privat, pra siguria ka rënë, policia përdoret për urdhra politik, burgjet ka rënë, bën arrestim të njerëzve të varfër, ndalojnë njerëzve pa varfër, drejtë e njeriut nuk respektohen në burgje para burgim, pra jemi në një vend ku thërret qameti. Janë të gjitha motivet, arsyet që qytetarët jemi vend i skandaleve, tani kjo anije e rilindjes është mes detit, është duke fundosur, është në dorën e shqiptarëve, në dorën e opozitës, në datë 24 dhe më pas, të fusim një shtytje në që të përmbyset. Ose pasaj të shikojmë ëndra, se më na vjen një flotë amerikane, ti bjej kësaj flotës rilindjes krimit me një kapiten të korruptuar. Lefter Maliqi, ju falenderoj. Kënaqësi. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.